Bismillahirrahmanirrahim. Mirë se vini në serin ton mbi 40 hadithet e Imam Nawaviut, Allahu e mëshiroft, ku çdo javë analizojmë nga një hadith të pejgamberit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, hadith që shpresojmë të ketë ndikim pozitiv në jetën tonë. Nga Ebu Huraira radhiyallahu anhu, transmetohet se pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Kush beson Allahun dhe ditën e gjykimit, le të flas mirë ose le të hesht. Kush beson në Allahun dhe ditën e gjykimit, le ta nderoj fëmijën e tij. Kush beson Allahun dhe ditën e gjykimit, le ta nderoj mysafirin e tij. Me të drejtë, mund të pyesni se cilat janë dobit, mësimet dhe mesazhet e përfituara nga ky hadith i profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Themi se punët e mira dhe fjalët e mira janë reflektim i besimit. Besimi në Allah dhe bindja se kemi për të dhënë llogari para tij ditën e gjykimit na frymëzojnë dhe na motivojnë për moral, për pastërti, për ndershmëri, për devocion dhe për virtytet e larta. Veprat e imanit herë lidhen me raportet tona me Allahun subhanahu wa ta'ala dhe herë të tjera lidhen me raportet tona me njerëzit. Për shembull, fjala vjen: namazi është një vepër e imanit dhe rregullon raportet tona me Allahun subhanahu wa ta'ala. Ndërsa nderimi i mysafirit është përsëri një vepër e imanit që rregullon raportet tona me njerëzit. Ka një lidhje të fortë mes besimit në Allahun subhanahu wa ta'ala dhe në ditën e gjykimit. Prandaj dhe është përmendur 3 herë: kush beson Allahun dhe në ditën e gjykimit, kush beson në Allahun dhe në ditën e gjykimit, kush beson në Allahun dhe në ditën e gjykimit. Kush nuk beson në ditën e gjykimit nuk konsiderohet besimtar në Allah dhe nuk quhet musliman. Ka plot hadithe profetike ku përdoret shprehja kush beson Allahun dhe ditën e gjykimit për të motivu ose për të ndalu besimtarët nga veprimet e caktuara. Prej tyre, si shembull, po përmendim kuptimisht: kush beson në Allahun dhe ditën e gjykimit, të mos ulet në një tryezë ku shërbehet alkol. Kush beson në Allahun dhe në ditën e gjykimit, të mos angazhohet me kamat. Kush beson Allahun dhe në ditën e gjykimit, le t'i ruaj lidhjet farefisnore. Kush beson Allahun dhe në ditën e gjykimit, le ta ruaj shenjtërinë e Mekkës, qytetin e Mekkës. Kush beson në Allahun dhe ditën e gjykimit, mos t'i zbuloj vendet e turpshme para njerëzve. Kush beson Allahun dhe në ditën e gjykimit, të mos veçohet me një femër të huaj, e plot hadithet e tjera. Gjithashtu edhe në Kur'anin famlar ka plot ajete ku përmendet kjo shprehje, besimi në Allahun dhe në ditën e gjykimit. Prej këtyre ajeteve po citojmë fjalën e Allahut subhanahu wa ta'ala në surën Al-Baqarah, ajeti 264, ku Allahu subhanahu wa ta'ala i drejtohet besimtarve duke thënë: o besimtar, mos i çoni dëm lëmoshat tuaja duke u përmendur ata atyre që u keni dhënë dhe duke i thyer ata fukarajt, siç vepron ai person që e shpenzon pasurinë e vet për sy e faqet botës dhe nuk beson në Allahun dhe në ditën e gjykimit. Nga rregullat e mirësjelljes islame është edhe kontrollimi i fjalëve, peshimi i tyre, të qenë fjalë mirë, fjalë ëmbël dhe të mos flasësh keq. Përmirësimi i imanit lidhet me përmirësimin e zemrës, ndërsa përmirësimi i vetë zemrës lidhet me përmirësimin e gjuhës dhe përmirësimin e fjalëve. Marrëdhëniet dhe raportet mes njerëzve ndërtohen nëpërmjet fjalës. Ajo çfarë është brenda në shpirt dhe në zemër shprehet me gjuhë nëpërmjet fjalëve. Fjala është shenjë e pjekurisë ose e papjekurisë shpirtërore.
Çdo ditë ne përzihemi dhe jemi në kontakt me njerëz të moshave të ndryshme, me mentalitete dhe formime të ndryshme, gjithsecili me ato hallet dhe problematikat e shumëllojshme. Në marrëdhëniet me njerëz, shumë herë i kushtojmë rëndësi veshjes dhe si njërsi vlerësimi kemi paraqitjen e individit. Por duhet theksuar se fjala është më e rëndësishme se sa veshja. Fjala tregon dhe shpreh më shumë se sa paraqitja e jashtme. Për ne si besimtar musliman, fjala e mirë është sadaka. A dini ndonjë civilizim apo qytetërim i cili fjalës së mirë i ka dhënë statusin e lëmoshës dhe të sadakas? Nuk ka. Vetëm Islami i ka dhënë këtë status. Fjala e mirë është më e vlerësuar se heshtja. Heshtja është më e mirë se fjala e keqe, se fjala e pa vend dhe e pa dubishme. Ashtu si që lavdrohet fjala e duhur në vendin e duhur, lavdrohet edhe heshtja në momentin e duhur. Dhe ashtu si që qortohet fjala e keqe, qortohet edhe heshtja në momentin kur lypet të flasim. Nga thënjet e urta që përcillen në këtë kontekst, po përmendim fjalë të urta të transmetuara nga dietarët e ummetit ton. Thuhet se nëse fjala, nëse e folura është prej sermit, heshtja është prej floririt. Në një fjalë tjetër thuhet, fjalen e ke në zotrim sa je pa e thënë. Në momentin kur e thu, të zotron fjala ty. Në një citat tjetër thuhet, kush hesht ndaj të vërtetës dhe të drejtës, i përngjet një shejtani me mec. Dhe në një fjalë tjetër thuhet, kush flet shumë, gabon shumë. Njëri nga modelet e mira të dietarëve musliman të shekullit të 8 Hijri, i quajtur Yahya ibn Muadh, i vdekur në vitin 258 Hijri, ka thënë: nëse nuk i bën dot mirë muslimanit, mos i bëj keq. Nëse nuk e gëzon dot, mos e hidhro. Nëse nuk e lavdron dot, mos e poshtëro. Pra qoftë edhe shakaja e cila ka vlerë kur është e hollë, kjo shaka është e ndaluar kur ajo është tallëse, fyese, që vret dhe denigron. Profeti ynë Muhammed sallallahu alaihi wasallam e ka urryer pesimizmin dhe e ka pëlqyer optimizmin, shpresën, mendimin e mirë për të ardhmen. Kur e kanë pyetur sahabët se çfarë është optimizmi, profeti ynë Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: fjala e mirë, fjala e bukur. Një pikë tjetër që ja vlen të ndalemi në hadithin ton është edhe çështja e mikpritjes. Mikpritja është ibadet, pjesë e edukatës islame, është virtyt profetik, është vlerë morale dhe është detyrim sipas mundësive. Profeti ynë Muhammed sallallahu alaihi wasallam e ka përcaktuar se mikpritja zgjat 3 ditë dhe pas 3 ditëve konsiderohet sadaka, lëmosh. Në anën tjetër, profeti ynë Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë se nuk i lejohet një muslimani të qëndrojë tek vllai i tij si mik, aq sa ta ngushtojë atë. Normalisht, mikpritja nuk qëndron vetëm te shtrimi i truezës dhe mbushja e saj, por edhe tek buzëqeshja dhe fjala e ëmbël me mikun. Populli ynë ka një fjalë të bukur në cilën thot se nuk me ngop petulla, por me ngop vetulla. Gustia mund të jetë modeste, por e sinqert. Mund të jetë e thjesht, por nga zemra. Në normat islame e kemi të ndaluar të sfurcohemi, të teprojmë dhe të shpërdorojmë për musafirin. Populli ynë ka një fjalë shumë të bukur, në cilën thot buk e kryp dhe zemër. Me të drejtë mund pyesin dikush dhe mund të thonë se kush konsiderohet mik dhe musafir ndaj të cilit e kemi obligim ta mirëpresim. Mik apo musafir konsiderohet ai person që udhton nga larg me synim
për të vizituar vllaun e tij. Një pikë tjetër në të cilën ja vlen të ndalemi nga hadithi jonë është edhe çështja e komshiut ose fëmijët. Ruajtja e hakut të komshiut është obligim fetar. Sa më e afërt të jetë dera e shtëpisë apo e dyqanit të komshiut, aq më i madh është haku ndaj tij. Islami kërkon prej besimtarit që ta ndihmojë, ta respektojë komshiun, ta mbrojë atë, ta vizitojë atë, ta urojë atë në një rast të gëzueshëm dhe ta ngushëllojë atë në një fatkeqësi. Në anën tjetër, Islami ndalon çdo fjalë apo sjellje që e shqetëson dhe e dhunon fëmijën. Në një rast profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam i kanë thënë: "O i dërguari i Allahut, filan person fal namaznatet, agjeron ditën dhe bën vepra të mira dhe jep lëmosh shumë, por e bezdis komshiun e tij me gjuhën e vet." Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam tha: "Nuk ka hajër në atë person, nuk ka të mirë tek ai person. Ai do të jetë prej banorëve të zjarrit të xhenemit." Atëherë sahabët e pyetën për një person tjetër, i cili fal vetëm namazin e detyrueshëm dhe jep sadaka pak dhe jep lëmosh pak, aq sa ka, ama nuk e bezdis komshiun e tij, nuk bezdis askënd. Profeti ynë Muhammed sallallahu alaihi wasallam tha: "Ai person do të jetë prej banorëve të xhenetit." E keqja që i bëhet komshiut tek Allahu vlerësohet ndryshe prej së keqes që mund t'i bëhet dikujt tjetër, edhe pse të dy të këqijat janë veprime të ndaluara fetarisht. Për të keqen ndaj komshiut ka gjunah më të madh tek Allahu subhanahu wa taala. Aq i madh saqë raportet mes dy të këqijave është sa 1/10. Pra, është më lehtë të sjellësh dëm 10 personave të largët se sa ti sjellësh dëm një herë komshiut. Madje Islami e mbron prioritetin e fëmijët pa marrë parasysh përkatësinë e tij fetare. Fëmiji qoftë edhe jo musliman meriton të drejtën e fëmijësisë. Nga normat juridike islame, është edhe fakti se komshiu ka të drejtën e prioritetit në blerjen e pronës. Pra nuk duhet ja shesim pronën dikuj për një personit të jashtëm, ose shtëpin një personit tjetër, pa i afruar së pari komshiut. Komshiu e ka këtë përparësi në blerjen e pronës. Normalisht, format dhe mënyrat e respektit ndaj komshiut ndryshojnë në varësi të rrethanave, në varësi të kushteve. Janë traditat popullore ato që e përcaktojnë se si mund të nderohet komshiu. Për shembull, fjala vjen: një fëmijë fukara nderohet me një sadaka, qoftë me një pak ushqim gjatë Ramazanit, ndërsa një fëmijë pasanik nderohet me një dhuratë për Bajram, fjala vjen, qoftë edhe dhuratë simbolike. Ndërsa një fëmijë jabanxhi nderohet duke i shprehur mirëseardhje dhe duke i ofruar ndihmë. Edhe plot shembuj dhe mënyra të tjera të cilat nuk janë përcaktuar definitivisht në fen tonë, por janë lënë të lira në varësi të rrethanave dhe në varësi të kushteve. Duke shpresuar të takohemi javën që vjen me hadithin vijues, po e lënë amanetin e Allahut subhanahu wa taala fen tuaj, shëndetin tuaj, sigurin tuaj dhe përfundimin e veprave tuaja. Ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhenetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.